Horoskopi ditor për nesër, e mërkur 7 janar 2026. Dashi. Sot hëna të fton të ngadalësosh ritmin, edhe pse Marsi brenda teje të nxit të veprosh. Kjo është një ditë për të menduar më shumë përpara se të ndërmarrësh veprime të nxituara, sidomos në dashuri. Lidhjet afatgjata mund të kenë nevojë për më shumë mirëkuptim. Nëse ndihesh i pavlerësuar, mos reagosh menjëherë që të sjellësh arma më e mirë sot. Në punë, shmang polemikat dhe sqarimet e nxituara. Mërkuri në pozicion të pafavorshëm sjell keqkuptime. Një shëtitje në natyrë ose pranë perëndimit të diellit mund të ndihmojë të rifitosh qartësi. Mos i detyro gjërat të ndodhin, lëri të piqen në kohën e duhur. Deni. Venusi të mbron dhe të mbështet emocionalisht, sot është një ditë për të shijuar gjërat e vogla, një përqafim, një fjalë e ngrohtë, një kujtim që kthehet. Në dashuri mund të ndodhë një afrim ose një deklaratë e papritur, është moment i mirë për të falur ose për të dashuruar më lirshëm. Në punë, kujdes me ofertat që duken shumë të bukura për të qenë të vërteta. Përdor këtë ditë për të planifikuar dhe jo për të vendosur. Shëndeti përmirësohet nëse i lejon vetes pak më shumë heshtje dhe kontakt me natyrën. Vlerëso emocionet që të vinë, ndonjë mesazh nga e kaluara mund të mbajë një domethënie të veçantë. Binjakët. Hëna në pozicion kritik mund të sjellë tensione, veçanërisht në komunikim. Rrezikon të keq kuptohesh ose të keq interpretohesh, sidomos nga njerëz të afërt. Në dashuri, mos thuaj fjalë që mund të lëndojnë, edhe nëse ke të drejtë. Shmang debatet e panevojshme. Në punë mund të shfaqet një mundësi interesante, por edhe ndonjë përplasje me kolegët ose e prorët. Saturni të kërkon disiplinë dhe maturi. Në aspektin shëndetësor, do të bëjë mirë ndonjë aktivitet i lehtë apo një moment për meditacion. Mos merr vendime të mëdha sot, prit derisa emocionet të qetësohen. Dafuria. Sot je në ndikimin pozitiv të hënës dhe kjo të jep ndjeshmëri të shtuar, intuit të mprejtë dhe një lidhje më të fortë me njerëzit që ke pranë. Në dashuri, është e lehtë të ndjesh se çfarë kërkon partneri, ose nëse je vetëm, të kapësh sinjale të vogla, por të qarta nga dikush që të intereson. Kujdes mos idealizosh shumë, ruaj këmbët në tokë. Në punë, ndihesh më i gatshëm për të shprehur idetë dhe për të përfshirë të tjerët në projektet e tua. Një iniciativë e vjetër mund të rifillojë. Shëndeti përmirësohet me gjumë të mirë dhe kujdes ndaj vetes. Sot, ndjesitë janë të rëndësishme, beso instinktit, por ruaj kfjelltësinë. Luani. Sot ndihesh i fuqishëm, por njëkohësisht i shqetësuar. Dielli në shenjën tënde të jep dritë dhe karizëm, por hëna sjell një ndjenjë padurimi dhe tensioni të brendshëm. Në dashuri, ndjenjat janë të forta, por mund të bëhesh kërkues ose posesiv pa dashje. Kujdes të mos humbasësh ndjeshmërinë ndaj nevojave të partnerit. Në punë, idetë janë të shumta dhe frymëzuese, por pas zbatim praktik, mbeten thjesht ide. Bëhu më selektiv me kë i ndan projektet. Në aspektin personal, të duhet një orë për veten, larg telefonit dhe detyrimeve. Mos haro që edhe Luani ka nevojë për pushim për të ruajtur madhështinë e tij. Virgjëresha. Sot është një ditë për qartësi mendore dhe reflektim. Më shumë se kurrë, ke nevojë të kuptosh çfarë po ndodh brenda teje. Në dashuri, është momenti për të komunikuar qetësisht, nëse ka keqkuptime, është dita për t'i sqaruar. Në punë, mund të zgjidhësh një çështje që të tjerët e shmangin, ke mendje të kthjellët dhe je praktik. Shëndeti ndikohet pak nga stresi i akumuluar, mos haro pushimet e vogla gjatë ditës. Sot mund të ndjesh një lloj tërheqjeje nga bota, dëshirën për të kuptuar më thellë veten. Mos e refuzo këtë ndjesi, është pjesë e procesit tënd të rritjes. Teshoria. Sot do të kërkohet të gjesh ekuilibrin, ashtu siç të mëson vetë shenja jote. Horoskopi të paralajmëron se mund të përfshihesh në diskutime familjare ose profesionale që kërkojnë diplomaci. Venusi ndodhet në një aspekt të mirë, në dashuri hapet një dritare dhe ëmbëlsie, sidomos për ata që kanë kaluar kohë me tensione. Kartat e tarotit nxjerrin drejtësinë, mendo mirë fjalët dhe veprimet. Në punë, është momenti për të vendosur kufi të shëndetshëm. Ke dhënë shumë, tani është radha jote të marrësh. Shëndeti është i mirë, por ki kujdes me gjumin. Ëndrat e turbuta mund të tregojnë ankth të fshehur. Akrepi. Hëna nxit anën tënde më të thellë dhe të ndjeshme, i dashur akrep.
Horoskopi për sot parashikon një të mërkur me reflektime të rëndësishme. Në dashuri, nëse po jeton një marrëdhënie të komplikuar, mund të ndjesh nevojën për të sqaruar gjërat. Për beqarët, e kaluara mund të rikthehet, por pyes veten nëse ja vlen vërtet të hapësh ato dyrë sërish. Kartat e tarotit nxjerrin djallin bëj kujdes me tundimet apo me gjërat që duken shumë perfekte për të qenë të vërteta. Në punë është koha për të luajtur me strategji. Një ofertë mund të fshejë një çmim për t'u paguar. Shëndeti ka nevojë për pastrim emocional, lëre pas atë që nuk të shërben më. Shigjetari. Sot mendja jote do të jetë e ndezurve krijuese, shigjetar. Horoskopi ditor të shikon plot ide dhe dëshirë për të vepruar, por hyjet të këshillojnë të mos nxitosh. Në dashuri është një ditë pozitive për çiftet, rikthehet harmonia edhe në gjërat e vogla. Për beqarët, një takim i rastësishëm mund të ndesë një shkëndi. Kartat e tarotit nxjerrin ngrohtën e fatit, diçka mund të ndryshojë papritur. Në punë, përpiqu të mos shpërqendrohesh nga shumë stimulli, zgjidh një drejtim dhe ndiqe. Shëndeti është i mirë, por ki kujdes me lodhjen mendore. Bricjapi. Qielli yt është i qëndrueshëm, por Saturni të bën pak më të ashpër me veten. Horoskopi për sot të sugjeron të heqësh dorë nga perfeksionizmi, jo gjithçka duhet të jetë nën kontroll. Në dashuri, lirohu pak më shumë, ai që të do ka nevojë të shohë edhe të brisht. Kartat e tarotit nxjerrin botën një cikël përfundon dhe një tjetër fillon. Në punë është një ditë e mirë për të finalizuar një projekt ose për të kërkuar një njohje që e meriton. Shëndeti është i mirë nëse nuk e mbingarkon veten me përgjegjësi të panevojshme. Një banje e ngrohtë, një çaj me erza, një moment vetëm për veten mund të bëjnë mrekulli. Ujori. Sot do të jetë një ditë zgjimi shpirtëror për ty, ujor. Horoskopi ditor të fton të dëgjosh intuita të befasishme. Ajo që sot duket si një ide e çmendur, sot mund të bëhet revolucion. Në dashuri, përpiqu të komunikosh më mirë. Ai që është pranë teje ka nevojë për qartësi. Kartat e tarotit nxjerrin të marrin lëre veten të udhëhiqet nga autenticiteti yt, por mos humb kontaktin me realitetin. Në punë është momenti për të eksploruar horizonte të reja. Mund të ndjesh një thirrje për të ndryshuar rrugë ose për të nisur një udhëtim të ri. Shëndeti përmirësohet nëse i përkushtohesh aktiviteteve krijuese apo artistike. Peshqit. Ti sot do të jesh si një radar emocional i ndjeshëm. Horoskopi për ditën tregon një mërkur ku ndjenjat flasin më fort se arsyeja. Në dashuri, ai që të do mund të ndihet i mbingarkuar nga intensiteti yt, menaxhoje me kujdes. Nëse je vetëm, ki kujdes nga iluzionet. Kartat e tarotit nxjerrin mbyllin një dëshirë e thellë mund të realizohet së shpejti, por fillimisht zemra duhet pastruar. Në punë ndiq instinktin, por mos harro anën praktike. Ke shumë për të dhënë, por duhet më shumë strukturë. Shëndeti ndikohet nga energjitë e të tjerëve, mbrohu me meditim ose me kontakt me ujin.